bashku ne mund të amplifikojmë ndikimin tonë përmes bashkëpunimit rajonal sigurisht. Rreziqet nuk mbeten brenda kufive. E gjithmonë e më pak ndodh kështu, kësaj as strategjitë tona nuk duhet kufizohen. Duke mbledhur bashkë burime, duke ndarë pikpamje, duke harmonizuar politikat midis vendeve, ndërtojmë një përgjigje më të fortë ndaj krizeve. Ndërkohë që e bëjmë më të lehtë për tregjet e vogla të angazhohen me sigurimet dhe investimet ndërkombëtare. Një qasje e mirë koordinuar ndaj ndarjes riskut, sidomos përmes qeverisë dhe partneriteteve me sigurimet, si katastrofat kombëtare, politikat për katastrofat kombëtare, apo risigurimet përqendruar në bujqësi, sjellin si rezultat zgjerimin e mbulimit, uljen e primeve dhe përshpejton proceset e rimëkëmbjes. Legjislacioni i BE-s për shërbimet financiare ka evoluar thellësisht. Harmonizimi me të nuk është thjesht një proces teknik, por po kështu një platformë për të ndërtuar besim, rezistencë e gjithëpërfshirje në sistemin ton financiar. Përparimi është tashmë i dukshëm, siç theksohet edhe në raportin e fundit progresit të Komisionit Evropian, modernizimi i mbikëqyrjes të sigurimeve në Shqipëri dhe harmonizimi gradual me standardet e BE-s shënojnë një hap të rëndësishëm drejt një sistemi më të sigurt dhe të integruar financiar. Përpjekjet modernizuese në Shqipëri çelin rrugën një rrjeti më të sigurt dhe të integruar financiar. Përfshirja e sigurimit në politikat tona publike, duke e lidhur me rezistencën klimatike, bujqësinë, infrastrukturën dhe rrjetat e sigurisë sociale, do të përmirësojnë jashtëzakonisht qasjen tonë dhe financimit të rrezikut nga katastrofat. Një strategji gjithëpërfshirëse që bën bashkë sigurimet, fondet rezervë dhe buxhetimin mund të zbutë në mënyrë të jashtëzakonshme rreziqet fiskale nga katastrofat natyrore. Për më tepër, orientimi i sistemeve tona financiare drejt praktikave të gjelbra, më të gjelbra është jetike. Zhvillimi i taksonomive të gjelbrave do të orientojë burimet drejt nismave që forcojnë zbutjen e rrezikut mjedisor dhe përshtatjen me klimën, duke siguruar që rritja e sotme të mos komprometojë rezistencën e së nesërmes. Të nderuar miq, zonja e zotëri, sfidat përpara nesh janë të pamata, por po kështu janë edhe mundësitë. Së bashku përmes inovacionit, bashkëpunimit dhe angazhimit, ne mund të transformojmë pasigurinë në rezistencë dhe kompleksitetin në forcë, edhe krizën në mundësi të reja. Kjo është gjithmonë më tepër botë e guximtarëve dhe është një moment kur zgjedhja nuk mund të jetë më e qartë. O të ecim përpara në rrugtimin e inercisë, të mbyllim sytë përpara icebergut, përpara se icebergu të na fundos të gjithëve, apo të jemi të guximshëm, të jemi krijues e të bashkuar për të çelur një shteg të ri që do të na shpëtojë të gjithëve. Ajo që ka është me interes në botën e sotme është se askush nuk mund ta shpëtoj veten apo kombin e tij i vetëm, ose të gjitha kombet do të bëhen bashkë për të shpëtuar njerëzimin, ose njerëzimi do të shkojë në ferr me të gjitha kombet së bashku. Është shumë e thjeshtë. Ndërkohë, sidoqoftë, ka diçka shumë të rëndësishme për të mos u harruar kur jeni në Tiranë. Të ndani në mënyrë shumë racionale kohën midis sallet e errët dhe diellin që ju pret jashtë. Kështu që ju lutem, shijojeni konferencën, por mos harroni të shijoni qytetin ton të mrekullueshëm dhe
ti merrni më të mirën mikpritjes son kaq bujërisht brutale. Faleminderit shumë. Kryeministri Rama sapo ka përfunduar fjalën në këtë konferencë, do të shkojmë në publicitet.